1, 2, 1, 2. Test. 1. Test. 1. Kur do një fillojmë? Shkë mikrofon. A me njën këto? Da hërë. A fillojmë? Po besoj që është... A me fillu? 25 sekunda. Janë droga, burin. Që janë droga? Ja, po fillojmë. Po, Robin e presim. Atëherë mirë Roma, gjithë dhe ju faleminderit shumë që keni ardhur në konferencën e radhës së lëvizjes së vendosje. Lëvizja e vendosjes që nga sonë është subjekti parë politik në Republikën e Kosovës. Dhe përballë një koalicioni të panikut që ishin 16 subjekte në të, përballë koalicioni tjetër ku ishin 5-6 subjekte nuk e di sakt, lëvizja e vendosje del subjekti i parë dhe rezultatet nga terreni na tregojnë që tashmë kemi dikon rreth 33-34% të votave të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Kjo fitore është e qytetarëve të kësaj republike, është fitore e qytetarëve që kanë dashur ndryshimin, kjo është votë e ndryshimit, është fitore e lëvizjes së vendosje, është fitore e qytetarëve të Republikës. Vota e lëvizjes së vendosje është tashmë më shumë se 2 fish e rritur. Vota e lëvizjes së vendosje tregon që qytetarët e kësaj republike kanë votuar për ndryshim, kanë votuar me zemër, kanë votuar vetëvendosje në mënyrë që të përmbysh të ketën që e ka kapur këtë republikë. Normalisht ndryshimi politik i cili vjen si pasojë i këtij rezultati kërkon edhe një qeveri ndryshe. Qytetarët e Republikës e mundsuan me vullnetin e tyre këtë ndryshim, duke dyfishuar, apo themi më shumë se dyfishuar lëvizjen e vetëvendosje. Dhe këtë qeveri ndryshe do ta bëjë lëvizja e vetëvendosje. Edhe një herë po e them, rezultatet nga terreni tregojnë që më shumë se 2 herë jemi rritur, i kemi dikon rreth 33-34% të votave të qytetarëve, jemi subjekti i parë në Republikën e Kosovës, dhe Republika e Kosovës sot, qytetarët e saj kanë vendosur për ndryshime, dhe këto ndryshime do i bën lëvizja e vetëvendosje. Po ja jap fjalën Argolenës. Faleminderit shumë të dashur gazetare dhe gazetar. Faleminderit që po ndjekni këtë konferencë të jashtëzakonshme të lëvizjes së vetëvendosje. Lëvizja e vetëvendosje duke parë panikun e koalicionit të natës të krimit, jemi mobilizuar jashtëzakonisht shumë për të mbrojtur vullnetin e qytetarëve. Në këtë drejtim ne kemi angazhuar gjatë ditës së sotme 8.000 persona, përfshirë këtu vëzhgues, komisioner, por dhe ekipe tjera logjistike dhe mobile. Këtu pra e përmendas që hyjnë edhe vëzhguesit dhe komisionerët dhe më lejoni që para jush të falenderoj jashtëzakonisht shumë për punën që kanë bërë për ta mbrojtur vullnetin e qytetarëve. Lejoni të informoj që për lëvizjen e vetëvendosjes ka qenë një proces fest, edhe se gjatë ditës ka pasur shkelje dhe raportime të ndryshme nga ana e komisionerëve tanë.
Ardani foli për fitoren e vetëvendosjes si subjekti i parë, unë tash po i raportoj shkeljet dhe edhe këta që janë prava neve kanë ndihmuar për t'i raportuar ato shkelje. Lejoni t'ju informoj që ne kemi deponuar sot një kallëzim penal. Kallëzim ky që ka të bëjë me një organizatë fantome që është akredituar nga KQZ-ja për t'i vëzhguar zgjedhjet dhe kjo organizatë pra ka angazhuar rreth 5000 vëzhgues apo thënë më saktë militant të